Vllaznia mund të marrë frymëlirisht. Këshilli Bashkiak ka miratuar shtesën e kapitalit për klubin e futbollit Vllaznia, duke miratuar me shumicë votash si nga e majta dhe nga e djathta rialokimin e fondeve të buxhetit të 2015-s, çka bën që ekipi pas 3 muajsh të mund të marrë rrogat. Edhe pse më herët këshilltarët e djathtë tentuan ta shesin si pengesë të majtëve moskalimin e kësaj pike në rendin e ditës, në fakt ajo nuk u votua nga partitë e vogla të koalicionit të djathtë, të cilat braktisën edhe mbledhjen. Mollsheri u bë në këshill edhe pika për dorëheqjen e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe votimi i emrave pasues. 10 ishin propozimet nga 2 kampet, 5 nga e majta që ishin Fatmir Paqrami, Olton Luli, Entri Qaku, Jetmir Jahja dhe Edmond Dou, ndërsa nga e djathta u propozuan Shpëtim Quku, Mark Laloshi, Admir Teli, Benjamin Nako dhe Sytki Muça. Votimi final shpalli fitues vetëm 3 emra që morën shumicën nga quorumi, Quku, Laloshi dhe Teli. Të djathtit kërkuan rivijim të raundit të dytë me emrat që nuk morën shumicën, por kjo u kundërshua nga aleatët e vegjël që kërkuan propozime të reja. Edhe e majta nuk pranoi këtë votim duke e bojkotuar dhe në fund, edhe pse ai u realizua vetëm nga këshilltarët e Partisë Demokratike, dështoi pasi pjesëmarrja ishte minimale. Po u futën votim jo të u fut me kompromise. Shumë pat lajmëroj që të djathtit dalin nga sallë. Atëherë po deshte me e bë këtë punë, ta marrin vesh mediat që ti bën kompromise me të majtit. Atëherë nëse sa e bë kompromise, null votimin, pa të thojnë djathtit, ala. Si interesant njerëzve ka abort, as ka abort. Dalin zot kush e ka për me dalë zot Vllaznisë dalin zot. Ne nuk dona me marr pjesë në atë votim, sepse s'kena pse. Ose ndroni emrat edhe fusim në përfaqësuesat tonë 3, përfaqësuesat tjerë 3. Komisioni as kryetari i komisionit as komisioni 3 tërmend me kanë nuk mund të marrin prerogativat e kryetarit të këshillit. Unë them ne po diskutojmë ndërkohë që drejton mbledhjen kryetari i komisionit. Është pak anakronike domethënë. Ty s'ta kanë vënë po aty herë. As ty s'ta kanë vënë po aty. As jeni. Ja pasi ma të miq, ti zë ti bane punën tome, ti duhet me dalë të që kena votu, ata s'kanë fitu, del për aty, shleja këtojë të këshillit. Nëse ne do të i futemi votimit me të njëjtit kandidat, do të thonë që kemi shkel ligjin. Një gjë e tillë është e përsëritur edhe në Parlamentin Shqiptar, edhe në organet tjera kolegjale të shtetit shqiptar. Dhe sot që po flitet për një ekip kaq të rëndësishëm sikurse është edhe Vllaznia, sot ka nevojë për mbështetjen tuaj. Zonja, zotni, jam të juftuar që më kanë pjesë e këtij votimi. Fondi do të kalojnë, absolutisht. Vllaznia do të kalojnë sonte. Ne nuk do të ikum. Tashmë zgjidhja për sa i përket Këshillit Mbikëqyrës mbetet në mbledhjen e ardhshme, kur edhe do të plotësohen 2 anëtarë të tjerë.